Përshëndetje me që të nderuar, mirë se vini në 21 Live News. Lista sërbska ka reaguar ndaj deklaratës Albin Kurtit, i cili një ditë më parë tha se vetëvendosje nuk e dëshiron këtë subjekt në qeveri. Deputeti Petrović thot se lista sërbska do të jetë pjesë e qeverisë dhe se këtë e ka të garantuar me kushtetut, ndërkohë janë intensifikuar përpjekjet e partive politike për formimin e qeverisë. Është që ne nuk i duam ata në qeverisje, sepse nuk i duam sparjas në kuvend, por po them, ata janë peshqesh i kryeministrit në ikje, edhe ne do ta themi këtë qëndrim që po e them këtu edhe kur të vije puna te faza e tretë e bisedimeve të cilën s'kemi mbrirë. Kjo deklaratë e liderit të lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti edhe një ditë më parë ngjalli reagimin e listës sërbska. Zëvendës kryeministri në detyrë, deputeti i ri i listës sërbska Slobodan Petrović thot se pavarësisht këtyre deklaratave të Kurtit, serbët pjesëmarrjen në qeveri e kanë të garantuar me kushtetutën e Kosovës. Ne bih da špekulišem izjave putem medija koje sam video. Nuk dëshiroj të spekuloj për media lidhur me deklaratat që i kam dëgjuar. Ajo që është me rëndësi është roli i komuniteteve pakis në shoqërinë e Kosovës. Siç na e mundson edhe kushtetuta, ne do të jemi pjesë e parlamentit dhe e qeverisë, por me rëndësi për ne është që në bisedë me mandatarin e qeverisë së ardhshme të shpalosim pritjet tona dhe rolin ton në këtë qeveri në mënyrë që të kemi një platformë të përbashkët. Petrović tha se qëndrim zyrtar i listës sërbska është që ky subjekt politik të jetë pjesë e institucioneve të Kosovës, pavarësisht se kush do të jetë mandatar për krijimin e qeverisë. Ono pre svega što je važno da se zna što smo već izneli kao Ajo që është me rëndësi të dihet është se tashmë ne kemi shpalosur qëndrimin tonë se do të jemi pjesë e institucioneve dhe dëshirojmë të marrim përgjegjësinë që të jemi pjesë e qeverisë, jemi të gatshëm që të bisedojmë me mandatarin e ardhshëm në lidhje me pjesëmarrjen dhe rolin tonë në këtë qeveri. Ndërkohë në pritje të certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve dhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese, partitë politike kanë intensifikuar angazhimet e tyre për krijimin e qeverisë së re. Mediat gjatë ditës kanë raportuar se Partia Demokratike e Kosovës, si mandatarja e parë për formimin e qeverisë, është duke përgatitur skenar për blerjen e deputetëve të partive të tjera, sidomos të LDK-s, për të arritur numrin prej 61 deputetëve për formimin e qeverisë së re. Analisti politik Dugagjin Gorani ndërkaq thotë se asgjë nuk është e pamundur, pasi që kjo është kohë e pazareve me deputetët, të cilët sipas tij gjithmonë kanë pasur çmim. Tash jemi fut në periudhën e pazareve të mundshme për shkak të paknatësive që ekzistojnë në të dy taborët, ose mos më thonë në të gjitha taborët. Madje unë sot dëgjova një version tjetër, e ajo që Partia Demokratike është në kërkim të deputetëve mes tjerash, edhe për shkak të mundësisë ndarjes së një pjesë të deputetëve të PDK-s dhe formimit të një grupi të pavarur parlamentar brenda kuvendit. Natyrisht kjo periudhë spekulimeve e hamendësimeve të mëdha, mirë po unë natyrisht po ashtu këto e shoh edhe pasojë të një ligji të pa kompletuar ose të pa përdorshëm zgjedhor me të cilin e kemi. Por Gorani thot se në rrethanat aktuale, Partia Demokratike e Kosovës e ka të pamundur formimin e qeverisë. Nuk shoh ndonjë mundësi reale për PDK-n që ta realizon edhe një mandat qeveritar, por e të mos shkaktohet ndonjë skandal i natyrës për cilën po flas. E të mos shkaktohet ndonjë përçarje opozitës, meqense numerikisht prej asaj që po e shohim, për PDK-n është e pamundur. Natyrisht gjasat që të shkaktohen këto përçarje brenda opozitës janë të mundshme, mirë po ashtu që po dëgjoj unë gjasat të coptimit edhe brenda PDK-s janë po ashtu të mundshme. Java e ardhshme pritet të jetë vendimtare sa i përket formimit të institucioneve, pasi që në ndërkohë KQZ-ja pritet të certifikojë rezultatet e zgjedhjeve të 8 qershorit për t'i hapur kështu rrugë konstituimit të kuvendit dhe procedurave të tjera. Kryetari i Këshillit Kombëtar i Nismës për Kosovën Jakub Krasniqi thotë se një qeveri ndryshe mund ta sjellë vetëm koalicioni LDK-AK Nisma e jo PDK-ja. Sipas Krasniqit, PDK-ja është e interesuar që të komunikojë me Fatmir Limajin, por ai thotë se PDK-s i është bërë qartë që Nisma synon të ndryshojë qeverisjen në vend. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës për Kosovën Jakub Krasniqi tha se krijimi i koalicionit pasgjedhor nuk u krijua për inatet të PDK-s dhe Hashim Thaqit, por si nevojë ndrimit të qeverisjes në vend. Krasniqi tha se refuzon koalicionin me PDK-n.
Nuk kemi pranuar të kemi ofertë, ju e dini. Sigurisht që ata janë të interesuar të komunikojnë me drejtuesin e nismës, por neve jemi të interesuar të ndryshojmë qeverisjen. Krasniqi komentoi kushtet e vetëvendosjes për t'i dhënë mbështetje koalicionit LDK, AAK dhe Nisma për formimin e qeverisë. Ata kanë një qasje pak sa më, si them, më negative. Ne kemi qasje më pozitive po dialogut, po çfarë dialogu dhe cilat do të jetë përmbajtja e dialogut, dhe unë mendoj që edhe ky dallim do të tekalohet gjatë bisedimeve që do të rrjedhin ditët e ardhshme. Duke komentuar vendimin e gjykatës kushtetuese, Krasniqi thotë se kushtetuta e thotë qartë që qeverinë e formon ai që arrin t'i bëjë numrat në kuvend. Ai subjekt politik që i bën numrat në kuvend e merr të drejtën për pas mandatare. Ne e pranojmë mendimin e kushtetutës që herën e parë ta merr subjekti që ka dalë nga zgjedhjat, pasi ai është thirrur në atë sa është zëri i popullit, por herën e dytë duhet të jepet partive që kanë koalicionin. I pyetur pse u vendos që Ramosh Haradinaj të nominohet për kryeministër, Krasniqi thotë se kjo ishte rruga më e mirë për të formuar koalicionin. Se kujt do t'i takoj posti kryetarit të kuvendit, Krasniqi thotë se neni 84 i Kushtetutës së Kosovës e sqaron se grupi më i madh parlamentar e propozon kryetarin e kuvendit. Për një qeveri pa PDK-n shprehet edhe sekretari i përgjithshëm i vetëvendosjes Dardan Molliçaj. Ai thotë se ka një parafrim të qëndrimeve me bllokun LDK AAK Nisma dhe sipas tij kjo do të shpije deri te formula e krijimit të qeverisë së ardhshme pa PDK-n. Ka një parafrim të qartë të subjekteve tjera me përmbajtjen e tekstit që ne kemi ofruar në raport me çështjen e dialogut dhe privatizimit. Pra marrëveshja mes 3 subjekteve në njërin anë dhe vetëvendosjes në anën tjetër është e mundshme dhe mund të arrihet, ka thënë Molliçaj. Ndërkohë, përfaqësues të PDK-s thonë se do t'i bëjnë numrat për krijimin e qeverisë dhe se për këtë po negocojnë me deputet të partive tjera politike. Antari i KQZ-s nga radhët e PDK-s Ilir Gashi ka shkruar haptazi në komunikim publik me miqtë e tij në rrjet social se sa deputet do t'i merr PDK-ja nga subjektet e tjera politike. Në një përgjigje Gashi shkruan 5 deputet i kemi brenda LDK-s, 1 brenda vetëvendosjes, 1 brenda AAK-s dhe 1 brenda Nismës. Tashmë punë e kryer, shkruan Gashi. Gjatë ditës u mblodh kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës. Në kumtesën e PDK-s thuhet se kjo parti nuk do të bëjë kompromis me asnjë forcë politike me verdiktin e popullit të shprehur në zgjedhjet e 8 qershorit që si parti fituese me mandatarin Hashim Thaçi të udhëheq qeverinë në mandatin e ardhshëm. Në kumtesën e PDK-s thuhet po ashtu se sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, PDK-s i takon e drejta e pakontestueshme për të caktuar kandidatin për kryetar të kuvendit të Kosovës dhe të një nënkryetarit të kuvendit. Nis ndërtimi autostradës Prishtinë-Hani Elezit, e cila do të mbajë emrin e politikanit të shquar Arben Xhaferi. Ceremonia u mbajt në fshatin Uglar të Fushë Kosovës, ndërsa ky projekt u vlerësua madhor për vendin, sidomos për efektin që do të ketë në zhvillimin ekonomik. Në këtë mënyrë, kryeministri në largim Hashim Thaçi përuroi nisjen e punimeve për ndërtimin e autostradës së dytë të vendit Prishtinë-Hani Elezit. Ai bëri të ditur se rruga e 6 do ta mbajë emrin e politikanit të shquar Arben Xhaferi. Thaçi e quajti madhor këtë projekt, ndërsa nuk la pa e përmendur se kjo autostradë shënon fillimin e jetësimit të misionit të ri. Efekti i fillimit dhe ndërtimit të kësaj autostrade nuk do të jetë vetëm për Kosovën, por do jetë një efekt i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe vendeve tjera të rajonit. Fillimin e ndërtimit të autostradës që do të lidh Prishtinën me Shkupin, zëvendës kryeministri i Maqedonisë Musa Xhaferi e quajti urlidhëse për shqiptarët e të dyja vendeve. Do të krijon një afërsi, gjithsesi një kohezion social, politik, ekonomik, vllazëror e tjera në mes shqiptarëve në dy anët.
Edhe ministri në largim i infrastrukturës Fehmi Mujota meritat për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup ja atribuoi kryeministrit në largim Thaçi, ndërsa kontratën me kompanin turko-amerikane Bechtel-Enka e cilësoi si ndër më të mirat. Pas punës së madhe dhe një procesit vlerësimit teknik dhe financiar e konkurrencë kredibile, është lidhur kontrata me konsorciumin fitues Bechtel-Enka. Jemi të sigurt se kjo është kontrata më e mirë dhe më e favorshme arritur në rajon për cilësinë dhe standardet e ndërtimit. Në këtë ceremoni ishte edhe ambasadorja amerikane Tracy Jacobson, e cila u ftua të marrë fjalën, por ajo nuk ju përgjigj ftesës. Ladies and gentlemen, please welcome Tracy Ann Jacobson. Faleminderit për prezencën tuaj. Në ceremoninë e fillimit të punimeve të autostradës Prishtinë-Shkup nuk morën pjesë përfaqësues të opozitës, të cilët patën kritikuar këtë projekt, njësoj sikurse edhe shoqëria civile. Ndërtimi i rrugës së 6, e cila deri në kufirin me Maqedoninë është rreth 55 kilometra, parashihet të kryhet brenda 42 muajsh dhe do t'i kushtoj buxhetit të Kosovës rreth 600 milion euro. Për të folur për autostradën Prishtinë-Hanije-Lezit, i ftuar në studio është Ibrahim Regjepi nga Qendra për Ulumtime Strategjike dhe Sociale. Zoti Regjepi, mirë se erdhët në studio. Faleminderit. Fjalën ja kaloj kolegut Beatrice. Faleminderit. Kosova përsëri po hyn në një investim madhor, mund të them, pas përfundimit të asaj që me autostradën Ibrahim Rugova tani hapet punishtja e re. Si e vlerësoni ju nga këndvështrimi ju si ekonomist? Po, së pari do të vlerësu që nuk është diçka e re që po fillon ndërtimi e autostradës, me qenë se është një projekt i paralajmëruar ka herë, dhe qeveria që tash është në ikje do të mbahet mend si qeveria autostradave, qeveria asfaltit, qeveria rrugëve, e jo qeveria që ka pas një shtriri shumë më gjerë të investime, që ka pas një strategji shumë më përmbajtësore rreth zhvillimit ekonomik të vendit, por ka qenë fokusuar në ndërtimin e rrugëve, duke i marginalizuar apo duke i lënë jashtë përkujdeses edhe shumë dhe tjera të cilat janë me rëndësi jetike për vendin. Tani kemi një informat më të saktë në krahasim me kontratën e kaluar të rrugës Ibrahim Rugova, është thënë se vlera është fikse, afro 600 milion për 60 kilometra. Këtu kemi një avansim, do shta në përpjekjen që të jenë më transparent punëdhënësit. Po, spaku këtë duhet pranuar, në këtë fazë duhet pranuar vetëm si një deklarat, me qenë se dokumenti ende nuk është bërë publik, ndosë është premtuar se do të jetë publik dhe opinioni do të jetë informuar për kaqësisht të taksa paguesi, ai që e financon këtë projekt do të jetë informuar për gjitha detajet. Më kujtohet edhe kur është nënshkruar kontrata për rrugën e Kombit, apo autostradën Ibrahim Rugova, është folë gjithçka më e mirë, është thotë gjithçka në superlativ, është folë për mundësitë e zhvillimit ekonomik, për paret që do t'i mbesin në Kosovës, po në fund Durrësi është ka qenë një kontratë me shumë dyshime, me probleme edhe të natyrës ligjore që është përcjell më vonë. Prandaj u them, mirë, respekt ndaj fjalës qoftë të ministrit apo të kryeministrit, por njërë të presim që të hapen letët e atëherë të kemi një çështje shumë të qartësuar. Është fikse, nuk është fikse. Edhe pse realisht në projektet afatgjate nuk mund të anashkallohet norma e inflacionit apo të kalimi, po të shohemi se si është ndërtuar konstruksioni financiar në këtë. Mirë, po kur flasim për një investim të këtill, në anën tjetër kemi telashe tjera, sidomos në energjetik, sa është në relacion të një vlerësimi racional apo të një investimi të qelluar përballë këtyre telasheve me energjetikën? Problema është, energjetika është problem në kontinuitet, problemi i cili vendin po e përcjell tash e 15 vjet. Edhe një problem i cili do të vazhdojë edhe matuti, me qenë se energjetika nuk mund zgjidhet për një ditë apo për një vit tonë. Për ndërtimin e termocentrale po flitet ka 10 vjet, mirë, por Kosova ende nuk prodhon asnjë megavat më shumë krahasim me ta zonë periudhën e viteve të 90-ta. Dhe nuk është vetëm energjetika ajo që kërkon përkujdesje më të madhe.
është të zamë shëndetësia, ku ende ka probleme me trajtimin e pacientëve, apo ende pacientët do shta e paguin me jetë një neglizhencë qoftë për shkak të mungesës bara, për pamundësin e ofrimit të shërbimit të përkatës. Trajtimi i ujrave, sigurimi i ujtë përpijes, ujrat e zeza, hekurudha, e plot sferat tjera ku realisht duhet e kërkojnë parën nga qeveria. Ndërkast fokusimi vetëm të autostrada do të marginalizoj këto projekte dhe Kosova nuk do të ketë një zhvillim harmonik, po do të ketë një investim në infrastrukturë i cili nuk sjell zhvillim ekonomik. Njësoj si nuk ka sjell asafer 900 milion euro të shpenzuar në autostradën e Komit, ku realisht prej fillimit saj e deri tash vetëm çka kemi pas ramje të normës së zhvillimit ekonomik. Dhe tani, kur kemi parasysh këto arsyetime që i dhatë për aspektin ekonomik, dhe më thënë, ku ka pas mundësi të investohet ma me racionalitet dhe një investim i këtil, mund të thua se ky investim nuk është e gjitha që qëlluar? Nuk do të thoja që nuk është i qëlluar, apo që nuk është i nevojshëm për vendin. Sigurisht që sa ma shumë rrugë, aq ma lehtë do të ketë komunikim, do të ketë qarkullim. Mirë po, momenti kur fillon autostrada, megjithatë është i rëndë. Spari e kem edhe problemin tjetër i cili është i natyrës politike, i cili me qenë se veç qysh prej ditës parë kanë fillu kontestimi i legitimitetit kësaj qeverie që nënshkrujë kontratën dhe të vazhdoj me projektin. Madje edhe kërcime që një qeveri tjetër ndoshta do ta shkpush kontratën krejtësisht. Por për mua është edhe aspekti tjetër i cili është aspekt shumë më afatgjatë. Nuk duhet qeveria, kjo qeveri apo cila do qeveri tjetër, nuk do të fokusohet vetëm në ndërtimin e rrugëve. Mund të shpëndaj ma shumë paran publike, të ketë ma shumë përfitues, të ketë ma shumë sektoret të cilët do të përfiton me qëllim të avancimit përkatësisht ngritjes së cilësisë së shërbime që do të ofrojnë ato. Nuk mjafton vetëm të kemi një rrugë e cila për fat keq ma tepër është në funksion të importit apo të përkeqësimit të bilansit tregtar të vendit se sa që do të gjenerojë zhvillim të brendshëm. Edhe në fund një pyetje e cila është e pashmangshme në momentin politik në cilën ndodhemi dhe autorizimet që mund të ketë ose që i ka qeveria aktuale në shkarkim ose në dorëzim të detyrës apo si të themi në detyrë, se janë përdorur edhe terma të ndryshme, po kuptimi është pothuajse i njëjtë. A ka pas mundësi, hapësirë që kjo qeveri të merë vendimet të tilla apo të lej qeverisë së ardhshme e cila do të vijë kjo apo qoftë një tjetër konfiguracion që të merë vendime kaq të mëdha? Në parim do të ishte shumë më mirë që kontratat nënshkruhet nga një qeveria që do të vjen. Për shkak se ajo do të jetë një qeveri, po flasim me rrjedhën të pranueshme të zhvillimit në rrafshin politik. Një qeveri me një mandat plot, ku do të merr përgjegjësitë për një periudhë 4 vjeçare, njësoj si u tha që do të zgjatë realizimi i projektit. Mirë po, edhe kjo qeveri ka pasur disa mbështetje pse ka bë kontratën dhe fillimin e punëve. Procesi i tenderus është kry shumë më herët, do të ka me vetëm të finalizimi detajet të kontratës dhe në nënshkrimi saj. Pastaj, në dhjetor të vitit kaluar është miratu, kuvendi ka miratu buxhetin ku parashina dhe pagesat për ekzekutimin e punëve, plus edhe për shpronësimet. Kështu që problemi megjithatë më tepër është i natyrës politike edhe kisha të thonë një drejtës morale të kësaj qeverie nikje. Është dashur që nëse ka prit deri tash, pse mos pres edhe 1 muaj apo 2 muaj që projekti të filloj pa asnjë kontest. Meqenëse se mund të gjendemi në një situatë kur një parti apo një qeveri jashtme do të kërkoj shkputjen e kontratës njësoj si po e deklaron koalicioni pas zgjedhor. Zotëri Xhepi, falenderojmë për pjesëmarrjen në këtë debat në lidhur me këtë temë në emisionin tonë informativ. Faleminderit ju për ftesën. Drejtori i arsimit në komunën e Obiliqit Agim Spahiu është sulmuar dhe rrahur në zyrën e tij. Sipas informatave, 2 sulmuesit kanë qenë profesor të një shkolle të mesme dhe duket se problemi ka nisur rreth një konkursi për mësimdhënës në komunën e Obiliqit. Mësimdhënësit e shkollës teknike në Obiliq, Lulzim Sadiku e Afrim Berisha kanë rrahur sot në mëngjes drejtorin e arsimit në këtë komunë Agim Spahiun. Policia e Kosovës tha se është në kërkim të 2 mësimdhënësve.
Sot rreth orës 9:30 policia ka marrë informacionin për një rast të rrajës që ka ndodhur në afërsitë të sheshit të qytetit të Obiliqit, respektivisht përballë objektit të drejtorisë së arsimit të komunës së Obiliqit. Më njëherë pas informatës policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe aty është konstatuar se drejtori i drejtorisë së arsimit të komunës së Obiliqit ka qenë viktimë e këtij rasti. Natyrisht gjatë rrajës ka marrë disa lëndime trupore dhe i njëjti është dërguar në qendrën klinike për të trajtuar, për të marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor. Ndërkohë që policia ka identifikuar personat e dyshuar të këtij rasti, aktualisht është duke ndërmarrë disa veprime operative me qëllim të kapjes, me qëllim të identifikimit të vendodhjes së tyre. Drejtori Spahiu me njëherë është dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sipas mjekëve, ai ka marrë lëndime të lehta trupore. Në mëngjes na kanë pru një pacient të moshës së mesme me disa lëndime jo të natyrës së rëndë, mirë po pacienti është egzaminuar dhe besoj që do të shkojë në shtëpi. Lëndimet i ka pasur për ekstremitete edhe pak në fytyrë. Do të lirohet në shtëpi, po. Ndërsa kryetari i komunës Obiliqit, Gjafer Gashi, duke e komentuar këtë ngjarje, ka thënë se rrahja ndodhi pasi drejtori Spahiu u ka kërkuar 2 mosimdhënësve të cilët mbajnë më shumë se 1 vend puna në institucionet publike, që të heqin dorë nga njëri vend pune, pasi sipas tij nuk kanë mundur të realizojnë planin mësimor dhe kanë humbur numër të madh të orëve të mësimit. Qendra Klinike Universitare e Kosovës, ku drejtohen të gjithë ata që kanë probleme shëndetësore, po përballet me mungesë të theksuar të infermierëve. Reparti që më së shumti ka mungesë infermierësh është ai i emergjencës, ku fluksi i pacientëve është tetë i madh. Mungesa e infermierëve në qendrën emergjente të Klinikës Universitare të Kosovës është shqetësim për udhëheqjen e kësaj qendre. Thonë se kanë të vështirë t'ja dalin kur dihet se numri i pacientëve në këtë qendër është shumë i madh. Këtu pështohet jeta në këtë vend. Këtu ka nevojë, këtu duhet të avancohen teknik, këtu duhet bëhet më shumë dhe mos të ketë buxhet kufizuar për këtë vend ku jemi duke folur tani. Probleme të ngjashme ka edhe në klinikën e ginekologjisë. Mamit që shkojnë pushim të lindjes nuk zavendësohen gjatë tanë kohës, së pushimit të lehonis dhe pushimit pa pagesë. Në qendrën klinike universitare të Kosovës nuk presin që mungesa e infermierëve të plotësohet shpejt. Gjithë shka do tjetë e varë prej një rishikimi buxhetor që pritet të ndodhë pas formimit apo konstituimit të kuvendit të ri të Kosovës, e që shpresojmë që do ta kenë parasysh kërkesën dhe nevojën që ka qendra klinike universitare të Kosovës, nga se nevoja më e madhe është e pacientëve që kërkojnë trajtim dhe do duhet që mos ndihet për asnjë moment mungesa e infermierëve. Shtimi i numrit të infermierëve në qendrën klinike universitare mbetet ndër prioritetet e udhëheqjes së ri të këtij institucioni shëndetësor. Ndrojmë temë informacionësh. Akademik Mark Krasniqi ka kritikuar edhe klerikët muslimane dhe ata katolik, të cilët sipas tij nuk kanë guximin të ngrenë zërin kundër mujahedinëve dhe fanatikëve katolik, të cilët siç thot ai po shkaktojnë dëm shtetëror dhe kombëtar. Askush nuk e tha fjalën asnjë fjalë të vetme pavarësisht nga kërcënimet dhe sjelljet e një grupi të rinjesh nga Kaçaniku, të cilët 2 ditë më parë publikisht u shfaqën duke fyer dhe duke e goditur bustin e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Ndërsa fajin për gjithë këto që po ndodhin, akademik Krasniqi u ahet institucioneve të vendit, të cilat siç thot ai nuk ndërmarrin asnjë veprim. Ndërkohë ka reaguar Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës ndaj videos së publikuar 2 ditë më parë ku shihen 2 persona tashmë të arrestuar tek fyen bustin e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Kaçanik. Bashkia Islame dënon këtë akt, të cilin e quan të ultë dhe tentim për të përdosur historinë dhe të kaluarën tonë të lavdishme. Aktet e tilla nuk kanë të bëjnë asgjë me fenë islame, me traditën tonë kombëtare dhe normat etike e qytetëruese, thuhet në reagimin e Kryesisë së Bashkisë Islame. Një vajzë 21 vjeçe nga Peja, e cila rezultonte e zhdukur prej disa ditësh dhe për të ishte bërë shpallje në kërkim, u ndalua sot në pikën kufitare të Morinës, ndërsa kishte për qëllim të hynte në Shqipëri për të vazhduar drejt Shkodrës. Dyshohet se vajza është mashtruar nga një qytetar i Shkodrës me qëllim trafikimi drejt Italisë, ku do të shfrytëzohej për prostitucion. Familja ka rënë në gjurmët e kësaj historie duke parandaluar në kohë. Deri tani personi që e mashtroi atë nuk është ndaluar nga policia.
Departamenti i krimeve të rënda të gjykatës themelore në Gjilan ka urdhëruar 1 muaj paraburgim për një zyrtar policor i cili dyshohet se ka kryer veprat penale, sulm dhe përdorimi i armës. I pandehur i para shtëpisë së Shëndetit në Gjilan e ka goditur me grushta në kokë dhe fytyrë një qytetar dhe një dëshmitar të rastit, si dhe i ka kërcënuar me revole zyrtare, duke qenë jashtë detyrës zyrtare. U mbyll kampi veror i robotikës Robotics 2014 i organizuar nga programi për arsim themelor. Në këtë kamp u ekspozuan 15 punimet më të mira të nxënësve të shkollave fillore. Punon sipas një programimi të thjeshtë mendimin e një programi në kompjuter, ka aftësinë të detektoj pra objekte dhe të ndalet, veproj sipas një programimit, edhe jep sinjal kur të jetë mbrapa. Duke krijuar këta robot, nxënësit e shkollave fillore treguan aftësitë e tyre në fushën e teknologjisë. Ndërtimin e këtyre robotëve financoi USAID. Mendimin e tyre kem bona, pra kem mësu ma shumë rreth robotëve, por edhe kem ndërtu këtë robot dhe kem mësu si programuar. Ne jemi shumë knaqur për arsye se kemi marrë shumë njohuri të reja lidhur me robotikën, duke pasur para arsye se robotika tani më është shumë e nevojshme për zhvillimin e një vendi, sidomos për zhvillimin e Kosovës. Mësimdhënësit kampin e robotikës e shohin si mundësi që nxënësit të zhvillojnë aftësitë në fushën e robotikës dhe kontrollimit kompjuterik. Është lami e së armës, dhe me thonë, nuk është maja koha si kur përpara arsimtar ju ka thonë zonë sa marrën e një shtëpi për letra ose një qekeq ose një diçka tjetër, po tash do të me konë këtë funksionale, si roboti ose punimet ndryshme për në zonë sa. Pjesët e tyne do të janë shumë të ndryshme që nëse diçka një mungon atëherë në nxënësat mundet me funksionu që e robot. Mirë po nxënësat kanë qenë aq shumë të interesuar, sa që nuk kanë ndodhur asnjëherë me mungu kur gjë. Qëllimi i këtij programi është arsimimi themelor në fushën e robotikës, ku nxënësit kanë mundësi të mësojnë për shkatësitë digjitale, thot koordinatorja Lulieta Belegu. Kjo që po shohim është ekspozita e punimeve më të mira, të cilat janë rezultat i një pune 5 ditore në 3 rajonet Kosovës. Po shihni mbrapa është Peja, Prishtina edhe Suareka. Në kampin veror të robotikës morën pjesë 16 komuna dhe 29 shkolla. Robotics financohet nga USAID dhe mbështetet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Agjencia Kosovare e Akreditimit ka përmbyllur procesin e vlerësimit për institucionet e arsimit të lartë në vend dhe ka shpallur rezultatet e akreditimit të programeve në universitetet publike dhe kolegjet private. Në një intervist për Radio Televizionin 21, kryetarja e Këshillit Kombëtar të Cilësisë Ferdie Zhushi Etemi ka thënë se janë përfshirë rreth 26 institucione private dhe publike për akreditim. Ndjekim bisedën me Ferdie Zhushi Etemi, të cilën e zhvilloi kolegu Batir Cakulli. Zonja Zhushi, si e vlerësoni procesin e akreditimit programeve në universitetet publike dhe private dhe si ka rrjedhur përgjithësi ky proces? Në proces kemi pas gjithsej 194 programe, shumica prej tyre kanë qenë të nivelit bachelor, një numër master dhe vetëm një program në nivelin e doktoratës. Në program kemi pas universitetet publike, duke i përfshirë edhe universitetet e reja të posathemeluara, të cilat kanë kaluar akreditimin institucional dhe të programeve ekzistuese. Kemi pas reakreditimin institucional të Universitetit të Prishtinës dhe kemi pas akreditimin dhe reakreditimin edhe njësive të Universitetit të Prishtinës, do thotë të 10 fakulteteve, plus programet e kolegjeve private. Cilat programe janë akredituar, cilat jo, për studentët që presin të regjistrohen tash, t'japin më shumë informacione? Në sektorin publik janë akredituar shumica programet të cilat kanë përmbushur kushtet, janë reakredituar programet në njësitë e Universitetit të Prishtinës, në Fakultetin Filozofik, Fakultetin Filologjik, në Fakultetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, në fakultetin janë akredituar 3 masterat të cilat vitin e kaluar nuk janë akredituar në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, janë akredituar 2 programe në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe janë akredituar programet bachelor
bachelor dhe master në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike, ndërsa në universitetet e reja nuk janë akredituar të gjitha, për shkak se në disa vende universitetet ende qalojnë që t'i përmbushin kërkesat nga agjencia, kështu që në Universitetin Haxhi Zeka janë akredituar 4 programe gjithsej, ndërsa 3 tjera janë refuzuar. Në Universitetin e Prizrenit janë refuzuar 2 programe, në Universitetin e Gjakovës është refuzuar 1 program dhe në Universitetin e Mitrovicës gjithashtu është refuzuar 1 program. Në kolegjet private nuk janë akredituar shumë programe. Cila është arsyeja? Është e vërtetë se në kolegjet private një numër i madh i programeve janë refuzuar, për shkak se në shumë raste kolegjet private kanë ambicje të themi ndonjëherë të mbivlerësuara dhe aplikojnë me numër të programeve pa marrë parasysh se i kanë përmbushur kushtet apo jo. Me këtë rast, agjencia i mban standardet e veta, kështu që duhet të refuzoj një numër të madh të programeve. Do të thotë, pothuajse në secilin prej kolegjeve private janë refuzuar një numër i programeve, aty ku ekspertët kanë dhënë vërejtje në përmbajtje të kurrikulës apo ku është shfaq mungesë e dukshme e stafit. Zhvillimet në kulturë i sjell kolegu Kora Blecaj. Kora, përshëndetje. Përshëndetje, Leonora. Çfarë kemi nga kultura sot? Në fakt, Leonora, një band amerikan i rock muzikës me 16 korrik do të vjen me një koncert në qytetin e Gjakovës në kuadër të një turnejo që ka në mbar Evropën. Bëhet fjalë për rock grupin Tito dhe Tarantula, i cili është nga Hollywoodi i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe është një rock grup shumë i njohur, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe kanë përzgjedhur qytetin e Gjakovës përkatësisht ftesa i ka ardhur nga kompania Modus, e cila është përkrahur nga komuna e Gjakovës, që me 16 korrik të ketë koncertin në këtë qytet. Dhe sigurisht do të ketë adhurues të rockut atë ditë që Patjetër, të gjithë rockerët nga Kosova, po ndoshta edhe nga shtetet përreth që kemi do të jenë pjesë e këtij koncerti. Në mesin e qyteteve të njohura evropiane, edhe Gjakova gjendet në listën e rock grupit amerikan Tito and Tarantula. Më 16 korrik, ky rock grup do të performoj para publikut gjakovar. Arsyeja pse ky grup është sjell në Gjakov ka të bëjë me përfshirjen e qytetarëve gjakovar në aktivitete kulturore, si dhe në stimulimin e ekonomisë lokale të këtij qyteti. Kështu thot koordinatorja e projektit Tringa Berisha. Mas pari kemi kontaktu me zonjën Mimoza Kusari Lila, që është kryetare e komunës Gjakovës, edhe ata na kanë jap përkraje shumë të madhe, edhe për këtë arsye kemi vendosur me u mbajt koncertin në Gjakovë. Sipas zëdhënësit të komunës së Gjakovës, Alita Farshiku, koncerti i Tito and Tarantula do t'ja rikthejë jeshin kulturore dhe artistike qytetit të Gjakovës, të cilën e kishte dikur. Grupi Tito and Tarantula do të ketë në Zagreb, Beograd, Shkup, dhe kemi arritur që duke i plotësuar kushtet dhe me mundësitë tona në kapacitetin e komunës së Gjakovës të joshim këtë grup për një performance live. Koncerti do të mbahet më 16 korrik në sallën Shaninushi. Bileta për ta përcjell këtë koncert do të kushtoj 5 euro. Artjen e rock grupit Tito and Tarantula në Gjakov e ka organizuar kompania Modus në mbështetje të komunës së Gjakovës. Për zhvillimet në sport në studio është Bajram Shala. Bajram, kampionati botëror sot është në pushim, mund themi, por do t'i kushtojmë pak vëmendje përfaqësuesës së femrave të Kosovës në handball, fillimisht. Po, fjala është për përfaqësuesen deri në 18 vjeç, që është duke shënuar historinë e këtij sporti, sepse është duke u paraqitur për herë të parë si reprezentacioni i Kosovës me të drejtat të plota në një garë që organizohet drejt për drejt nga Federata Europiane e Handballit, përkatësisht nga EHF-ja. Fjala është për garën European Open, në cilin tashmë Kosova ka të drejtë të paraqitet pas rezultateve të arritura nga krerët e kësaj federate, që i kanë mundësuar reprezentacioneve të meshkujve dhe të femrave të gjeneratave të reja të paraqiten në gara të nivelit të tillë, për ndryshe Kosova sot ka zhvilluar edhe 2 ndeshje, rezultatet nuk janë ato që priteshin, janë humbje të thella, megjithatë konsideroj se duhet të arsyetuar këto rezultate duke pas parasysh faktin që është vetëm paraqitja e parë e kësaj gjenerate në një garë të nivelit të tillë dhe konkurenca është jashtëzakonisht e fortë. Kosova është në poshtë 35-10 nga Franca dhe 40-18 nga Austria në 2 takimet e ditës së sotme, kurse në total
fjalë ka psuar 6 humbje nga paraqitjet në këtë garë, duke u mposhtur nga Slovakia, Danimarka, Islanda dhe Hungaria. Përndryshe kjo është hera e parë që Kosova paraqitet në garë të nivelit të tillë dhe është një lloj konfirmimi se Kosova është para një hapi shumë të rëndësishëm përkatësisht është para pranimit të plot në EAF, gjë që pritet të ndodhë në Kongresin e Dublinit në shtator, pra pas punës jashtëzakonisht madhe të bërë nga krerët e kësaj federate përkatësisht nga kryetari i kësaj federate Eugen Saracini në të kaluarën. Meteorologët nesër parashikojnë që në pjesën e parë të ditës të mbaj mot i ngrohtë me diell, temperatura do të arrijnë deri në 25 gradë Celsius. Ndërsa në pjesën e dytë të ditës ato mund të arrijnë deri në 27 gradë Celsius. Nesër në Prishtinë temperatura maksimale do të arrijnë 24, minimalja 10. Të shtunën dhe të dielën parashihet mot i ngrohtë me diell me temperatura deri në 21-9 gradë, që do vazhdojë me 29 po ashtu të hënën dhe të martën parashihet të arrijnë deri në 31 gradë temperaturat. Po ashtu edhe territori i Shqipërisë përshkohet nga mot i ngrohtë me temperatura deri në 34 gradë Celsius atje, po ashtu edhe në Maqedoni moti do të jetë i ngrohtë me temperatura deri në 31 gradë Celsius. Ndihni pra temperaturat në vendet e tjera të rajonit dhe në Evropë. Tu e përfundojmë magazinën informative 21 Live News. Faleminderit që na ndoqët dhe mirëmbëjtje.